Kandidati i Partisë Demokratike në Fier Fation Semanjaku u shoqërua dje në mbrëmje në polici. Ai ka kundërshtuar policët bashkiak që po hiqnin një stend elektorale të tij në qendër të qytetit. Partia Demokratike ka cilësuar këtë një ndalim politik, ndërsa në komisariat shkoi edhe drejtuesi politik i PD-s në Fier, Gazmend Bardhi. Në deklaratën për gazetarët, Bardhi e ka quajtur shoqërimin e Semanjakut në polici akt të paprecedent me urdhër politik të Belinda Ballukut dhe policin bandit që duan të intimidojnë opozitën. Ky akt i paprecedent i policisë së shtetit është qartazi dhe mirëfilltazi një pengim i kandidatëve dhe subjekteve zgjedhore për të bërë të qetë fushatën në mënyrën dhe formën e tyre. Kandidati Semanjaku është penguar fillimisht nga bandit me uniformë të korruptuarit në kryet bashkisë Fierit Armando Subashi, që të ushtroi veprimtarinë e tij elektorale përmes stendave, që janë forma më demokratike në gjithë botën e komunikimit me qytetarët. Më pas, përmes një urdhri të palishëm dhe një ndërhyrje të palishme nga policia e shtetit, është urdhëruar shoqërimi me dhunë në drejtorinë e policisë së Fierit të kandidatit për deputet të partisë më të madhe të opozitës,